Dhe me që po flasim për arrestime, dikush tjetër është arrestuar dhe bëhet fjalë për një biznesmen britanik 40 vjeç, e ka emrin Chris businessman, po? Po, Chris Kohler. Dhe është dënuar me 24 vite burg. Çfarë ka ndodhur është zotëria vite më parë është martuar me një vajzë ruse nga Rusia, po, 35 vjeçaria Julia, nuk bëhet i ditur mbi emrin e saj. Çfarë ka ndodhur është që këta Sakajeva janë transferuar pas martesës së tyre në Turqi, në Kusadasi. Kusadasi pra? Kusadasi? Në Prishtedetit e Gjen në Turqi dhe kishin filluar problemet martesore të parat sepse Julia nuk fliste turqisht. Jo, nuk po ngelte shtatzan. Nuk po ngelte shtatzan. Po jam të kishte këtë gjermanen, kjo gjermane që po çka ke. Që i the njëra i the dëm. Po thjesht kjo ulën karrike ngelte shtatzan. Sa kanë shumë. Krisi filloi të shqetësoj për këto duke shkuar, duke bërë vizita të ndryshme tek mjekët dhe Julia gjithmonë ishte në situata të sikletshme. Ky po gjente dot një mjek që t'ia linte me Jo, nuk po gjente dot arsyen sepse Julia nuk po bënte dot një fëmijë. Derisa një ditë të bukur, Julia vendosi të tregojë të vërtetën. Dhe vërteta ishte që Julia ka pas, le të themi, bënte një jetë dyfisht dhe kishte bërë një operacion plastik se në të vërtetë ishte mashkull. Mashkull, wow. Po. Dhe çfarë ka ndodhur ishte që shumë mirë e bëri operacionin. Chris, ky nuk e dinte. Operacioni nuk është se i dha nuk mund ngelesh shtatzan. Veze këto gjëra vetëm kështu. Dhe kur Julia ja ka treguar bashkëshortit vet që ka falco 40 vjeçarit, nuk e ka pritur mirë këtë dhe në atë moment ka marrë diçka të fortë, jo pistolet, diçka që ishte në apartamentin e tyre dhe ka goditur aq fort në kokë sa e kalon pa jetë. Pa jetë. Po mirë. Po kjo jeri ti tregon pistolet. Na ngre neve që të fillojmë tash ndihemi keq. Po pra. Folëm për tjetrën u tallëm me falsitetin e saj dhe tani themi gjuna. Gjuna. Uli ngritje këtu në emision. Shumë keq.